إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhreshëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allah I plot fuqishëm s'ka askush që mund ta humbë, dhe atë që Allah I madhruar e devijon s'ka askush që mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte dërguar I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, sot dua të flas për një temë që ndoshta në shikim të parë mund t'i duket dikujt që është e parëndësishme. Madje dikush mundet me thonë se kjo është një çështje shumë e vogël për mu trajtu në një hutbë të xhumas. Por fatkeqësisht pikërisht padia ndaj saj ka bërë që ajo vepër të neglizhohet nga shumë prej besimtarëve deri në atë masë që fatkeqësisht është bërë edhe një pamje e zakonshme në shumë prej xhamive tona. Prandaj çështja për cilën do të flasim ndërlidhet me çështjen e namazit. Namazi që është shtylla më e madhe pas shahadetit. Është do thotë shtylla e parë, shtylla e dytë pas shahadetit është lidhja më e fortë që e krijon besimtari me krijuesin e tij dhe është vepra e parë për cilën njeriu do të mirret në llogari ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim që vërtet shpirti I namazit është ajo që në gjuhën arabe I thuhet al-khushu', që ne e përkthejmë në gjuhën shqipe përqendrimi apo përkushtimi që e manifeston besimtari gjatë kryerjes së këtij rituali të namazit. Për me kuptu ma drejt çfarë është për qëllim me khushu'in, me këtë përqendrim dhe me këtë përulje, themi është atëherë kur besimtari lidhet namaz dhe trupi I tij qetësohet, pra është I qetë, shikimi I tij është I përqendruar dhe zemra e tij e ka parasysh e ndihen se është duke qëndruar para Zotit të tij, para Allahut të Madhreshëm. Prandaj edhe si rrethan edhe rezultat I kësaj gjendjeje për besimtarin të gjitha problemet, të gjitha mendimet e kësaj dynjaje zbehen karshi madhështisë së Allahut të Madhreshëm para të cilit ai po qëndron. Një prej gjërave që më shumti e cenon vëllezër të nderuar këtë khushu', pra këtë përqendrim të cilën e shtjellum deri dikun, do thot kuptimin e tij, një nga gjërat që më shumti e cenon këtë është ajo që e ka përmend edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-iltifatu fi s-salah. Nëse përkthejmë shqip, domthon kur njeriu gjatë namazit e kthen shikimin ose edhe trupin domthon larg dhe e largon përqendrimin e tij fizikisht në drejtim të kibles. Pra ky është për qëllim. Për të kuptuar se sa e rrezikshme dhe sa e dëmshme dhe sa e cenon vlerën e namazit të besimtari ky veprim, të cilën fatkeqësisht shumë prej besimtarëve nuk e kanë parasysh, e kuptojmë nga ky hadith të cilën e përcjell Buhariu në koleksionin e tij. Hadithi është se Aisha, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon se e kum pyet të dërguarin, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të për këtë çështje, anil iltifati fi s-salah, do thot për kthimin e shikimit në namaz. Atëherë
çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni me kujdes. Thotë vërtet ky veprim është ihtilas, pra një lloj vjedhjeje, një lloj grabitje që shejtani ja bën besimtarit në namazin e tij. Pra një lloj vjedhjeje, është interesant nëse ndalemi vëllezër të nderuar te shprehja al-ikhtilas. Në gjuhën arabe është vjedhje. Mirë, po nuk është vetë ajo vjedhje ashiqare që e kuptojmë, që njeriu më u fut në një vend me marr diçka edhe me u largu. Po është për qëllim më shumë një lloj rrëmbimi, një lloj grabitjeje që njeriu e bën në sy tjetrit. Domethënë ja vjedh një sen duke qenë ai prezent, po në situatën, rrethanën kur ai e hub përqendrimin, preokupohet me diçka tjetër, e shfrytëzon rastin edhe ja merr para syve, pra ky është el-ikhtilas. Ky është do thotë rrëmbimi edhe grabitja që i bahet nga ana shejtanit besimtarit në namazin e tij. Kështu e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na thot kujdes se shejtani nuk ta vjedh namazin me forcë, mirë po e rrëmben në ato çaste kur ti nuk je vigjilant, kur ti je i shpërfillur, domethënë kur ti nuk je i kujdesshëm, atëherë shejtani ndërhyn edhe të bën ty me i bë disa veprime, sikurse kjo kthimi i përqendrimit, shikimi i anash edhe e hub sevapin, vlerën e namazit. Dhe kjo është në fakt edhe mjeshtria e shejtanit, vëllezër të nderuar, për arsye se kur e sheh shejtani njeriu duke marr abdes, edhe duke u bë gati për me fal namazin, ja fillon vezveset. Edhe përpiqet me e preokupu me diçka për me shpërqendru, edhe mos me arrit me kry, edhe me shku me fal namazin. Mirë po, prap besimtari është i vendosur, nuk e shpërfit, domethënë te i kalon këtë vezves edhe këtë tendencë të shejtanit, edhe niset për në xhami. Po kur e sheh shejtani prap duke u nisur në xhami dhe duke shku, prap tenton me e largu, me e preokupu me gjëra të ndryshme të kësaj dynjaje. Ka ende kohë, le se je i lodh, mundesh mu fal ma vonë, le për ma vonë, edhe tenton me këto vezvese dhe me këto forma me e largu nga kryerja e këtij obligimi dhe këtij adhurimi të veçantë besimtarin në përgjithësi. Dhe nëse dështon edhe këtu, dhe kur e sheh që robi Allahut, besimtarit, ka arrit me depërtu, me u fut në xhami, dhe është kthy ka kibla, dhe i ka ngrit duart, edhe po thot Allahu Akbar, Zoti është më i madh dhe është lidh namaz, atëherë këtu dështon shejtani, e humb betejën, mirë po nuk dorëzohet. Pra vazhdon me strategjin tjetër, edhe duke qenë besimtari në namaz, e kjo është që mjafton me u dëgju dera e xhamisë që është hap, edhe me thonë ty, kush ke që kjo? Kthehen atë këshyri, kush është ai? Ose një me dëgju dikun në xhami edhe me prish që të përqendrim, edhe që të khushu, pra që të për ulësi të sën te e ke ba dhe ke sakrifiku me ardh deri në këtë gjendje, edhe ti e humb në një moment, edhe dëgjon një edhe me njëherë shkon mendja, çka mundet me kon kjo? Nal tek këshyri, edhe e humb përkushtimin edhe përqendrimin tënd në xhami. Prandaj mjafton nganjëherë një zile e telefonit, apo një kollitje, apo një lëvizje fëmis që ka ardhur në xhami, apo çfarë do që të jetë ajo që të jetë shkak që nëpërmjet kësaj shejtani të depërtoj në përqendrimin tënd, në përkushtimin tënd, në adhurimin tënd, edhe ti me e humb atë vlerë, atë shpërblim të cilën mundesh me e fitu gjatë faljes namazit, pra edhe nëse nuk ka arrit me të largu tërësisht, tenton bile spaku mos me marr prej përfitimeve edhe prej sevapeve të mundshme që besimtari mundet me i arrit gjatë faljes së namazit të tij. Prandaj shejtani kur e humb betejën që të mos falësh, domthonë e humb këtë betejë, e fillon betejën që ma pak me përfitu prej këtij namazi. Sa e dhimbshme është për njeriu vëllezër të nderuar, me i bë të gjitha këto veprime edhe për hir të Zotit, nuk ka dyshim që njeti i tij është i mirë, edhe don me u fal, edhe mi u drejtu Allahut Madhreshëm, por një pakujdesi e vogël e tij, në lidh namazin e Zotit, për hir të Zotit, edhe është duke e kry dhe një veprim i thjesht
me qenë sebeb që ai me e largu përqendrimin e tij edhe me hub vlerën për cilën ka ardhur edhe e synon me ba në namazin e tij në përgjithësi. Vëllezër të nderuar, ky far ihtilasi që e përmenëm në hadith, pra ky far hajdutria e shejtanit, ky rrëmbim dhe kjo grabitje që na e bën shejtani në namazin ton në përgjithësi, nuk është vetëm një formë, nuk është vetëm një mënyrë me cilën e realizon shejtani, po i ka disa dyrë. Prej tyre, dera e parë është ajo ma e dukshmeja, është kthimi i shikimit edhe i ftyrës, që e përmenëm pak më heret. Pra, besimtari qëndron para Allahut Madhreshëm, edhe është duke falë, edhe është duke qenë i përkushtuar, por fatkeqësisht sytë e tij shëtisin her anas, her majtas, her djatas, her shikon se çfarë po ndodh, kush e ka qel derën, kush po ec, kush po hyn, kush po lëviz, kush u kollet, cili ke do thotë që foli, e kështu me radhë, krejt namazin e tij e ka do thotë me këto preokupime në vend që të drejtohet, edhe ta çojnë vend këtë se pse është lidhaj edhe pse ka dalë para Zotit Madhreshëm. Prandaj vërtet në lidhje me këtë është edhe një hadith që vërtet e bën do thotë edhe më të qartë këtë qortim dhe këtë situatë edhe këtë rrethon që besimtari duhet me pas kujdes. Ajo është se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, ju e dini, xhamiat nuk kanë pas kulum, ka qenë do thotë qielli i hapur. Edhe disa prej besimtarëve kur lidheshin namaz gjatë leximit, gjatë përqendrimit, i ngritnin syt, do thotë ka në qiell. Dhe kjo ka qenë pjesë sipas tyre ndoshta edhe për kushtimit edhe për ulësisë ndaj Allahut Madhreshëm. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i pa këta njerëz që po bojnë kështu, i qortoi ata dhe i tha, ç'kan disa njerëz që i ngrin syt nga qielli gjatë namazit. Le të ndalen nga kjo, mos ta bëjnë këtë. Pra, edhe pse besimtari e bën këtë, jo pse është do thotë indikum nga një rrethon apo një lëvizje, po e bën këtë ndoshta me qenë pjesë e përkushtimit të tij. Megjithatë, ajo që ka kërkohet prej besimtarit është për ulja dhe syt mi pas poshtë, jo mi pas lart. Prandaj edhe ka tërheq vërejtjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ç'kan disa njerëz që i ngrin syt nga qielli gjatë namazit, le të ndalen nga kjo. Edhe shikojeni tash qortimin edhe kërcënimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe do t'u merren shikimet e tyre. Pra do të qorrohen nga ky veprim i pakujdesshëm të cilën e bëjnë ata. Po e shohim, vëllezër të nderuar, se sa e kërcënuese është ky veprim për besimtarin në namazin e tij. Pastaj vjen një derë tjetër, ajo është që këtë herë ndoshta nuk i lëviz syt, po i lëviz duart. Qoftë do thotë me rregullu mjekrën ose flak, ose këmishën, ose duart, e kështu me radhë bën lëvizje të vazhdueshme dhe këto të gjitha i shkaktojnë atij me e paksu vlerën në namazit të cilën e bën ato. Të gjitha këto lëvizje, vëllezër të nderuar, e çajnë këtë khushu, këtë përqendrim që i kërkohet besimtarit me pas, dhe nëpërmjet këtyre çarjeve depërton shejtani në zemrën tonë edhe në largimin e kujdesit dhe përqendrimit në namazin tonë. Dhe dera e tretë që ndoshta mundet me qenë ai kulmi i krejt atyre veprimeve që duhet me pas parasysh besimtari është kur ndoshta trupi i tij është i drejtuar ka kibla, koka e tij është në sejdë, bën sejdë në të gjitha, por zemra e tij endet në për tregje, apo në për zyre, apo në për internet ku ka hulumtu edhe këtë përqendrimin, apo atë koncentrimi i tij është në veprimet të cilat i ka bë apo do t'i bëj pas namazit të tij. Edhe kjo është do thotë një nga veprimet më të rrezikshme për besimtarin në humbjen e këtij khushu'i, këtij përqendrimi në namazin e tij. Prandaj, vëllezër të nderuar, kjo është sprova edhe më e madhe e kohës sonë. Teknologjia që ndoshta e marrëm telefonin e shtim në xhepin ton, mirë po prap ajo gjendet, ekziston në zemrën tonë edhe mendojmë çka kem lexu apo çka kem pa e kështu me radhë veprime, duke qenë para Allahut Madhreshëm dhe duke kryer këtë adhurim të veçantë ndaj Zotit tonë. Prandaj kujdesi ynë duhet të jetë jo që vetëm me qenë fytyra jonë ka kibla, pra ai aspekti fizik, po gjithashtu edhe zemra jonë me qenë e përqendruar ka Allahu i Madhreshëm, për arsye se namazi, vëllezër të nderuar, nuk matet vetëm me fizikisht,
qysh e I kthym ka kibla, qysh po qëndron e kështu me radhë, por matet edhe me pranin e zemrës tane, matet edhe me atë që vërtet Allah I Madhreshëm nuk I shikon vetëm trupat, po I shikon që qëndrojnë saf, edhe që për ulen, edhe që e bojnë sejdën, por shikon edhe zemrën që I bën këto veprime, sa e ka arrit përqendrimin në namazin e tij. Vëllezër të nderuar, ndoshta dikush mundet me thonë në këtë rrethon, në këtë situatë, në fundit unë po falna, shqyr Zoti, po mujmë do thotë me kry këtë farzë të Zotit Madhreshëm, po atash krejt s'mujmë me bë domon ashtu që duhet, edhe nëse ndodh ndonjë lëvizje, apo dhe shikim anash, apo kahdera e kështu me radhë, nuk është ndonjë punë e madhe, themi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dëgjojni këtë hadith vërtet është shumë I rëndësishëm për me e kuptu sa është e rëndësishme dhe sa është e domosdoshme për ne mos me leju veten tonë me na largu nga kjo vlerë edhe rëndësi e namazit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që vërtet njeriu mundet me u fal namazin, me e kry, mirë po kur ndahet, kur largohet, domthonjë kur e kry namazin e tij, mos me pas pe shpërblime vetëm se 1/10. Pra e kry namazin, e çon borxhin në vend, që shtemi ne farzin në vend, mirë po shpërblimet I ka vetëm 10%. Para mendoni vëllezër të nderuar, një njeri 2 veta, shembull konkret, falen në një saf, e kryen rukun, sejdën, leximin, gjitha e bëjnë do thotë njëjtë, po njëri del prej namazit me shpërblimin maksimal, tjetri del prej namazit me shpërblimin 10%. Kështu po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 10%. Në disa raste ka thonë mundet me qenë 1/9, 1/8, 1/7, derisa ka thonë mundet me arrit edhe gjysmën e namazit, gjysmën e shpërblimit të namazit. Prandaj e tëra ndërlidhet me atë se sa je ti I përqendruar në namazin tënd gjatë kryerjes së këtij rituali. Prandaj vëllezër të nderuar, gjithashtu edhe me këtë hadith po e përfundojmë këtë hutbë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë edhe me këtë la yazalu Allahu muqbilan ala al-abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Përkthimi po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet Allahu vazhdon të jetë I kthyer ka robi I tij në namazin e tij derisa ai mos ja nis mu kthym anash. Me një fjalë, vërtet njeriu kur lidhet namaz, edhe fillon me lezu, është në komunikim me krijuesin e tij, me Allahun e plotfuqishëm, është në komunikim edhe Allahu I kushton vëmendjen atij. Në atë moment që fillon me kthy kokën anash, edhe me shikuar gjëra tjera, pra e humb përqendrimin, atëherë çfarë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thot edhe Allahu largohet prej tij. Pra edhe Allahu nuk I kushton vëmendja atij ashtu që e humb edhe ai përqendrimin e tij. Prandaj lutim Allahun e Madhreshëm të na bëjë nga ata që vërtet e ruajnë namazin e tyre, e ruajnë shikimin e tyre në namaz, e ruajnë zemrën e tyre dhe lutim Allahun e Madhreshëm mos më na leju që vërtet na rrëmbej shejtani shpërblimet e namazit ton përderisa kemi dhënë të gjithë atë mund me marr abdes, me shku në xhami, me u lidh edhe me I bë të gjitha ato veprime, edhe një pakujdesi e jonja, edhe kthim anas, majtas apo djathtas me u bë shkak që me humb vlerën edhe shpërblimin e namazit të cilën mundem me fitu në gjatë kryerjes së këtij adhurimi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin was salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون